Në fundit të këtij emisioni dhe e përmenda pra do të flasim edhe më gjerësisht për disa procese kështu jashtë politikës, për një farforme sigurisht që kanë të bëjnë edhe me leadershipin e vendit tonë. Dhe po flas këtu për punën e gjykatës speciale, po flas për procesin gjyqësor që po ndodh për disa vjet me radhë dhe i mund të themi bashkangjitur edhe me polemika të shumta, me opinione të shumta, me diskutime të shumta lidhur me atë se çfarë po ndodh atje. Por ajo që kemi parë kanë qenë edhe deklarime, dëshmitë e fundit që janë dorëzuar madje edhe kërkesa e avokatë të popullit për çka i është kundërpërgjigjur dhe specialja lidhur me reagimet e tij të fundit. Dhe gjithë ato të flasim me të ftuarit tonë. Në studio kam Arsim Jasharin. Arsim, mëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe Gjevdet Qeriqi, zotë faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Po e nisim pra me juve, zotë Qeriqi, si keni po deri tash zhvillimet e fundit me specialen, po flasë edhe këto e fundit pra ke raste dhe me avokatin e popullit. Po ne i kemi përcjell do të thotë prej momentit parë, do të thotë kemi qenë shqetësuar me veprimet që i ka bën kjo gjykatë. Tash u dëshmu edhe me vizitën e avokatit të popullit, i cili do të thotë paraqiti ato shqetësimet gjatë vizitës që ishte atje. Edhe kjo po dëshmuhet do të thotë në vazhdimsi se kjo gjykatë ka qenë tendencioze, e qëllimshme, edhe ka qenë politike. Shqetësimi më i madh është se kryeprokurori i kësaj gjykate tashmë po hetohet nga Departamenti i Drejtësisë Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe aty do të thotë është vërtetuar se ky prokuror Jack Smith në këtë rast ka arritë edhe me gjetë dëshmitar me pagesë, me dëshmu kundër presidentit zotit Trump. Të njëjtën jam i bindur se e ka bën edhe me rastin e krerëve të ushtrisë ligjore të Kosovës dhe gjithë bashkëluftëtarëve tonë të cilët po gjykohen në Hagë. Dhe Arsim, si e përprati rastin e fundit, vizitën e avokatit dhe shqetësimet që janë ngritur? Po është një rast shqetësues, me të vërtetë ato nuk e kanë lënë as me marrë shënime kur ka qenë ka vizituar paramendon avokati i popullit, një gjykatë që është formuar nga institucionet e Kosovës, nuk lihet avokati i popullit merr shënime. E dyta është një letër që ka dërguar që mos i pranoni letër, domthon provat nga Serbia, paramendoni kryetaria e gjykatës Trandilova e kthen përgjigje thotë nuk do më thonë pse kena marrë mi pranu, por faktikisht nëse e kemi përcjellë në mënyrë kronologjike të gjitha seancat, shumicën aty në provave i kanë marrë dhe i kanë faktuar gjyqtarët. Domthon kjo është shqetësuese për neve çka ashtu ndodh. Procesi është në përfundim, në shkurt vetëm janë ndëgjimet nga ana e prokurorisë, nga ana e mbrojtjes dhe një pjesë kanë me folë edhe ish lider tan, po debati publik në Kosovë ka dështuar komplet domthon. Nga fillimi. Ka dështuar për çka është? Nga fillimi, ky proces është keq menaxhuar si në aspektin juridik, si në aspektin politik, si në aspektin moral. Domthon institucionet e Kosovës kanë dështuar këtë aspekt, edhe kjo është një e vërtetë e hidhur që ne do ta themi troç që nuk mund të ikmi kësaj. Deri më sot, po kalojnë 5 vite, e Gjevdeti din shumë mirë, ne deri më sot s'kemi pas asnjë strategji shtetërore për procesin që po bën në Hagë. Nuk kemi pas asnjë zonë unifikues. Dhe as politikisht nuk kemi qenë të unifikuar për diçka. Pra sot ki aktor të afërt me pushtetin që dalin dhe krijojnë opinione të falsifikume, këse ata janë vesh individ, nuk janë më QK, nuk po dënohet QK, por kjo është para përgatitje për opinionin publik që zot mos e bën nëse ndodh dënimi, më thon, jo, kjo sot, a di pse? Se kanë dështuar politikisht. Shteti i Kosovës në këtë proces, e them me bindje të plot, si në aspektin juridik që jam jurist, ka dështuar mi mbrojt krerët tonë në Hagë. Absolutikisht ka dështuar domon. Kjo është prapavi e qëllimshme, edhe për ata i sheh tash javën e fundit disa aktorë oponent politik që dalin edhe bojnë opinione duke thonë që edhe nëse dënohen janë individ, këta janë vetëm mbështjellë me flamur në QK-s, këta nuk janë në QK para mendohet. Sot kur po flasim mas 5 vite në burg, emri presidentit Hashim Thaçi ende lakohet për përfitime personale dhe politike. Para mendoni njëri është që 5 vite mbyll mbrana qelive, në 12 metra katror, sot kanë ende ftyrë disa oponent politik edhe disa analistë që përmendin emrin Hashim Thaçit. Me të vërtetë kjo është shqetësuese. Po, zotë Qeriqi, nëse flasim pra konkretisht e përmendi edhe Arsimi këtë çështjen e dëshmive serbe dhe që janë pranuar pra nga gjykata. Si ndikon kjo direkt në procesin gjyqësor? Po normalisht se ndikon keq për arsye se ne dim se e kem të bëjmë me një shtet armik me cilin kemi luftuar dhe dim qëndrimin që ka ai ndaj luftarëve të UÇK-s, sepse din që goditjen që më të madhe që ja ka dhënë është ushtria ligjore e Kosovës, edhe ata
kanë manipulu me prova edhe me i pranu këto prova për një shtetit armik. Sot jem përjetorin e masakrës Reçakut. Pra, ky shtet armik ka kry me qindra masakra në Kosovë. Ka vëra civil të pafajshëm, gra, pleqe, fëmijë. Edhe sot me bashkëpunu një gjykatë ndërkombëtare me një shtet kriminal. Është e vetëdijshme që i ka kry krimet në Kosovë. Edhe është e vetëdijshme se çfarë qëndrimi ka ajo për UÇK-n. Edhe me pranu prova, me ju besu prova të Serbisë, me marrë këto prova, me i përdorë si dëshmi, është e turpshme. është skandaloze kjo çka ka ndodhur. Por në vazhdimsi këto ka ndodhur, këto skandale edhe këto turpnimet nga kjo gjykatë. Prej momentit parë kur jo është hap rruga formimit të kësaj gjykate, prej momentit parë kur është votuar raporti Dikmatit, ka qenë skandaloz. Pa u diskutu me ekspert të fushave të ndryshme, është votu ky raport për trafikim organe. është me u habit se si ka ra Këshilli i Evropës në këtë nivel. është në ato rrethona, në ato kushte, me thonë po janë kryt, është bon trafikimi organeve. Kjo është jo normale. Pastaj kanë fillu, do të se kemi po, ka pas do të dërheqje, skandale të ndryshme, rrjedhje dosjeve, tash sfund me hetim ndaj kryeprokurorit të kësaj gjykate. Pastaj e kemi gjyqtarit procedurës paraprake. Tash e kemi edhe gjyqtarin e procedurës paraprake që është fut në lidhje nga administrata e zotit Trump. Pra ata administrata amerikane ka informacione të sakta se këtu është një qëllim, një tendencë me një luftë drejt çlirimtare. Edhe për këtë arsye disa herë kanë ngritë zonën edhe shqetësimin vetë administrata Trump. Është e habitshme se si bashkia ndërkombëtare në këtë rast, Bashkimi Evropian hesht në këtë rast. Hesht për trafikim organe, hesht për këto skandalet të cilat kanë ndodhur në vazhdimsi prej momentit parë deri më sot. Po, dhe nëse flasim për këtë, duat të pyes zotëri Qeriqi edhe pak një çështje që përmendi arsimi për debatin publik. Sa realisht bë debat publik për këtë çështje? Sa ja kemi huq në këtë aspekt? Fatkeqësisht jemi marrë pak. Institucionet e Republikës Kosovës SPAKU është dashur me ja dhënë mundësinë me ja hap rrugën një organit mbikëqyrës i cili do ta përcillte gjithë procesin edhe do të raportonte qoftë në kuvend apo qoftë në institucione tjera të drejtësisë në Kosovë për gjitha këto padrejtësi që ju kanë bën vazhdimsi, sepse kemi në pothuajse në gjitha rastet ju kanë refuzuar kërkesat të akuzuarve, edhe në anën tjetër secila kërkesë e prokurorisë do thotë është mbështetur nga gjykata dhe shumë raste gjykata do thotë ka qenë në një linjë me prokurorinë. Kjo është shqetësuese, por fatkeqësisht si shtet, si institucionet e Republikës Kosovës mund të them se nuk jemi marrë fare, nuk jemi marrë me procesin që po ndodh atje. Dhe arsim nëse qëndrojmë tek dëshmitarët dhe tek ata që janë prezantuar, ka pasur pra në rastin e mbrojtjes sidomos, ka pasur goxha emra të mëdhenj që kanë ardhur për të dëshmuar. Mendon që mund të ketë ndonjë ndikim në procesin gjyqësor tutje? Nëse drejta penale ndërkombëtare funksionon ashtu siç është e krijuar, edhe siç është e hartuar, atëherë dëshmitarët e mbrojtjes kanë qenë aq kredibil për arsye se kanë qenë pjesë asaj etape, kanë qenë aktor kryesor në vitin 98-99. Ty po të vjen general i NATO si për miket NATO-n, po të vinë njerëz të State Departmentit, edhe po të vinë me mbrojtje nga departamenti i shtetit të veshgus aty, e ti pe krahason me një dëshmitar që thotë unë e kam vjedh druë, ma ka vjedh leupën, ma ka marrë këto, para mendojnë në çfarë skandali ka rshit kjo gjykatë. Domthon absolutikisht në aspekt juridik këtu s'ka të bëj. Këtu ka të bëj komplet, por kjo është pura politike edhe qëllim keqe. Dojnë historinë tonë të lavdeshme, që me shejku e kemi prit me na ardh, po dojnë me deviju, edhe po dojnë me na shkalu, por unë nuk besoj që kanë me mujt. Nëse i marrim për bazë dëshmit e dëshmitarëve mbrojtës, unë besoj që ata që dashur liru mineran. Absolutikisht, aty s'ka asgjë të bëjë me të vërtetën, me realitetin, dhe ajo shka më e rrezikshme që ende prokurorët pretendojnë për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Kjo është hala më e madhe. E këtu unë kam një shqetësim madh me opinionin kosovar që thotë jo të janë të dënuar individ jo UÇK-ja. Po unë e kuptoj, di pse e kuptoj art, ata them kështu me sinqeritet, më thonë
deri sot prej viteve të 80-ta, dhonat që i kemi, deri sot, po flas pse po them deri sot se shumë pak para vjet janë arrestuar 2 a 3 persona për shpionazh ndaj me Serbien. I kemi më shumë se 72.000 shqiptar të zi që kanë bashkëpunuar me Serbinë dhe kanë qenë bashkëpunëtor të UDBA-s, pra i bjen që kanë qenë më shumë spion Serbisë shqiptarë shqyrëse që kanë qenë luftëtorë të UÇK-s. Para mendoje, është normal, unë nuk presun për më mbrojt lufta UÇK-s. Nuk më pres për më mbrojt krerët e UÇK-s. Për arsye se këto mbetje janë riciklu, një pjesë tyre janë analista, moralista, në elitiki. Dhe sot fatkeqësisht e them me të keqe, sot më shumë ka fuqi viktimizimi se sa sakrifica. Pra sot tradhtia flet më fort se sakrifica e lirisë. Ky është problemi jonë. Ky është problemi. Sot del i ki nëpër postime, domethënë nëpër rrjetet sociale dolin thonë ata që janë në UÇK, ata që kanë mbrojtur UÇK-n para mendoje. Jemi për një muaj e gjysmë para për përfundimin të këtij procesi. Pra, jemi në një gjendje ku tradhtia flet më fort se sakrifica atë çka kemi më thonë. Ti në Kosovë s'ke pas as komisionet veçanta që përcjellin punën e gjykatës, as forume të ekspertëve juridik, të avokatëve njëot që e përcjell punën. Para mendon e ki konsullin që një postim që e bën dikush për arsimtonç kriminale ja bën like. Deri në këtë nivel kemi mri, pra. Fatkeqësisht, individualisht ata persona janë të ndihmue. Shteti, institucioni ka dështue. Ka qenë një udhëzim administrativ ku e ka pas një shtëvis, ku në raste emergjente mund më ushtu mjete, edhe ato e kanë ndjek. Po. Do të gjeri që si qëndrojmë realisht tek kjo puna e institucioneve, sa ka bërë gjatë këtij procesi gjyqësor? Ka pasur vazhdimisht kritika të shumta edhe nga liderët opozitorë karshi qeverisë aktuale, por që pastaj janë publikuar edhe letrat që i ka dërguar vicekryeministri i detyrë Kurti ndaj gjykatës speciale. Si e ke parë ndër vite këtë? Po unë e thash edhe më herët se institucionet e Republikës Kosovës fatkeqësisht nuk janë marrë, unë them fare me procesin gjyqësor që po ndodh. Përveç atyre obligimeve që i kanë pas ligjore, pagesat të avokatëve nuk kemi pa minimizuar. Edhe ato janë minimizuar, nuk kemi pa do të thotë në interesim apo në ndonjë veprim më konkret në këtë drejtim. Kanë qenë 2-3 raste cilat kanë shkuar në vizitë zoti Konjofca edhe ministrja e drejtësisë Zoni Axhiu edhe disa deputet, mirë por nuk kemi pa veprime apo hapa konkret që kanë ndërmarrë, edhe pse i kanë pa gjitha shqetësimet që janë ngritur në vazhdimsi rreth procesit të padrejtë edhe qëllimeve dhe tendencave të tyre me një luftën e drejtë të shqiptarëve të Kosovës. Dhe sa i përket kësaj se përmende arsimi edhe një goxha interesante, janë mbi 70.000. Me 72.000. Ashtu janë shifra domthonë prej viteve të 80-ta deri me sot që kanë qenë bashkëpunëtor Serbisë dhe kanë punuar për UDBA-n. Pra bjen më shumë spion se luftëtor lirisë. Po. Pana mendoje domthonë çka po presim na. Ata janë riciklu krejt janë nëpër institucione, janë analista, janë moralista që shesin ditë për ditë moral. Edhe ata krijojnë opinion të falsifikum krijojnë. Për ata sot kanë filluar, që ka filluar fushata domthonë. Tash për para mendoni mas 6 vite përmendet ende jam një president Hashim Thaçi. Lënë më njërin me probleme të veta. Çka po mirë me amën tina. Alo po dani me përfitu për amën tina. Dështimet politike sunt i mbulon Hashim Thaçi, dështimet institucionale sunt i mbulon Hashim Thaçi. Ai është më shqetësuese e ndëgjoj intervistën e presidentës, thotë e kam gjetë presidencën e kam gjetë shumë keq. Po i zojë nderunë, po ta bëni pyetje publikisht. Kush ta ka krijuar atë presidencë? Kush ti krijoi ato institucione? A janë çata burra që janë çatje, që në kohën e idealizmit kanë qenë pjesë e luftës, kohën e rindërtimit e kanë rindërtuar shtetin, që kanë qenë komplet i shkatruar dhe kohën e ndërtimit i kanë formuar institucionet që ti kanë lënë ty të gatshme. Çati që u mor Hashim Thaçi peng, se u shmor peng, ti e shkuje ul aty në zyre, komod. Nuk jam kundër asaj. Se gjenerata të reja duhet më ardhë me avancu, po të paktën mos e thuaj ato se s'është e mëratshme për teje. Ajo është doktor shkenca në shkenca juridike. Pse nuk duan janë në konferencë më thonë për liri dhe drejtat që u kanë shkel aty në njerëzve. S'po them me dal me fol për gjykatën si institucion. Asnjëherë se keni të thonë aty në është shkel drejtat. Si qytetar, jo si aktor politik, jo si president, veç si qytetar të Republikës Kosovës, që ka obligim ligjor dhe kushtetues. Pra ku jemi sot? Sot jemi këtu, ku sot gjithkush del edhe përmend emrin e presidentit, e Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit, Solit atij për interesat vetat personale.
edhe do përfitar të luftës e përdorin këto, që s'është në rregull kjo punë. Po. Pra, kjo është rrezik. Po, pikërisht e kjo, zoti Qeriqi, sa ka rezultuar me sukses Kosova në identifikimin e këtyre. Pra, ka pasur seancat të fundit që janë identifikuar, pra që kanë bartur informacione me bijan serbe, por sa qëndron Kosova, sa ka bërë në këtë fushë, këtë aspekt? Tash do të kemi po në këto kohët e fundit që kanë ndodhur disa arrestime të tyne bashkëpunëtorëve të Serbisë, cilët në një farë forme e kanë pranuar se kanë bashkëpunuar, nuk është me organet e Serbisë, por është një fatkeqësi tjetër sepse një pjesë e madhe e këtyne dëshmitarëve gjatë ballafaqimit me mbrojtjen në atje kanë pranuar se kanë qenë, do të thotë kanë bashkëpunuar me organet e Serbisë. Edhe pjesa e madhe ka pasur raste cilët e kanë potencuar me krenari që kanë bashkëpunuar gjatë ballafaqimit, do thotë mbrojtja në këtë rast ka arrit tek ta me zbulu se ata kanë bashkëpunuar ngushtë. Mos harrojmë se një pjesë e këtyne dëshmitarëve të cilët kanë marrë pjesë në këtë proces gjyqësor janë para përgatitur nga organet e Serbisë. Se çka me fol, qysh me fol, me vite të tëra, do thotë kanë qenë në një bashkëpunim të ngushtë, se çka edhe qysh me i akuzu në forma të ndryshme luftëtarët e UÇK-s, sepse qëllimin e ka pas Serbia që me njollos luftën tonë çlirimtare edhe me dëshmu para botës se ja pra këta pas kanë qenë kriminal. Në fakt kanë ndodhur kundërta, sepse unë e thash se do është 15 janari është përjetuar i masakrës së Reçakut, një aparat i organizuar i Serbisë, do thotë ushtarak policor e ka kryer me vetdije të plot një krim në Reçak, e krimet të tilla kanë ndodhur në gjithë Kosovën, kanë ndodhur shkatrime e gjëra të tjera, të cilat e kanë detyruar, do thotë Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të intervenojnë në Kosovë, ta parandalojnë krimin që ka kryer Serbia, edhe ata po amnistohen. Kjo prokurori, kjo gjykat po bashkëpunon me kriminal për me dënu viktimen. Kjo është fatkeqësi në këto rrethana, në këtë botë demokratike me ndodhë të gjana. Po, dhe duhet pyes pikërisht tek kjo, me qënë se edhe po bëhen 27 vjetë sot nga masakra e Reçakut, sa kam bërë Kosova ndër vite, nuk po flas vetëm për këtë çeritje, mund për ndër vite, zotëri Qeriqi, dhe pastaj jam edhe nga arsimi për këtë, për familjarët dëshmorëve, për viktimat e dhunës seksuale dhe jo vetëm, ka shumë e shumë të tjerë pra që kanë qenë të prekur nga lufta. Po ndër vite do të thotë edhe gjatë qeverive të kaluame, edhe nga kjo qeveri unë mund të them se është bën pak për këto kategori, sepse janë kategori cilat kanë dhënë gjithçka për lirinë e Kosovës, pra janë dëshmorët cilët kanë ra me pushkë në dorë duke luftuar mikun për lirinë të cilën po gëzojmë ne sot. Të njëjtën gjë e kanë përjetuar edhe marteret, edhe ata plesë që gra e fëmijë, të cilët në forma të ndryshme e kanë luftuar Serbinë, edhe pse nuk kanë pasur në duar, asnjëherë nuk janë pajtuar me regjimin e saj, pra e kanë kundërshtuar atë regjim, edhe shkak i kësaj do thotë kanë ndodhur ato masakra, sepse Serbia ka qenë e vetëdijshme se ata janë kundërshtarë të tyre, edhe pse nuk kanë armë, edhe pse janë civil në forma të ndryshme, e kanë mbështet luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës, edhe në ata do thotë për këtë qëllim i kanë ekzekutuar, i kanë vrarë, i kanë masakruar shumë qytetarë të Republikës Kosovës, por fatkeqësisht institucionet e Republikës Kosovës nuk e kanë bën atë, do thotë, cilën e meritojnë këto kategori, do thotë nuk janë trajtuar dinjitetshëm kjo kategori ashtu që duhet me u trajtu edhe ashtu që e meriton. Pikërisht edhe dje patëm një stol operativ nga një kolege e imja, edhe ishte edhe një rast i një prindi i cili kishte qenë edhe vetë veteran, por edhe fëmijët e tij të fliuar pra për lirinë e vendit, edhe që kishte gjendje të vështira ekonomike pra për ta përballuar jetën përgjithsisht. Arsim, a është ironike pra që pikërisht kur shënohet 27 vjetori i masakrës së Reçakut dhe realisht edhe viteve të fundit na ka ra këto kur janë shënuar për masakrat e tjera, ne të flasim edhe për gjykimin e ish-krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po, është ironike dhe është e pa precedent. Unë e lexova një gazetar italian që është me renome në Itali, thotë, para mendoni
një qlirimtar të Italijës, që ka shliru Italijen me ta morë mas 25 vite me ta dënue, pëse u shliru Italia. Në kjo shka të ndodhë të na është një paradoks, ka me qenë një histori e djallëzuar, shëmtuar për Evropën, për botën, për politikën, për marrëdhëniet ndërkombëtare, domosdoshmë kjo shka ka ndodhur. Unë po kthehna pak me bashkëpunëtorin tim, i çdosh qeveritë e kaluara, po kjo qeveri me pas ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës. Deri në sot nuk kemi ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës. Është e kot individualisht arsimi, qiriqi, te ai me mbrojtje, s'e mundna individualisht me mbrojt. I çdosh me qenë ligji, kur ti qenë ligji. Shumë elemente ishin eliminuar. Dhe shumë njerëzve u kishte dhënë merita. Është problem sot ti me pa një bashkëpunëtor tonë në vjen keq, që buk s'ka me hongër. Kjo është e vërtet e hidhur, është keq me thonë, po është e vërtet. Është e vërtet edhe një vetë tjetër, kur e shetin një bashkëpunëtor që fëmijën e vet suni shkollon, para mendoj thotë fëmia baba e ka ndodhur në luftë. Aty sa është e rënë, ajo është vrasje dy herë. Ajo është vrasje për zgjalli. Kjo çka po ndodh me kategoritë e dola nga lufta. Po edhe me familjet e martërëve, dëshmorëve, të invalidëve, me të gjithë. Na kanë përllose, na kanë baltuar, s'kan lënë gjop apo. Nuk e di, kanë herë një shtrej vetje pyetës thon, a kena bëu mirë më që kena luftuar, mos kena hinë gjuna. Këtu diçka është e pa imagjinueshme çka ka ndodhur në Kosovë. Sinqerisht po them. Sot shkoshet masakër. Pe fëmijës 8 vjeçare të erim plakun 80 vjet i vranë, gra e fëmijë, burra, pleqe. Kjo masakër ka qenë kthesa e historisë Kosovës, që ja ka qenë sot botës, non, hajde kështu çka po bën Serbia. E sot liderët tonë atje dënohen për para mendoje. Për ndërmarrjes për bashkë kriminale, e kriminalët nëpër Serbi të rinë lirë anën. Sot Kosovës i anulojnë vizat për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serbisë jo. Çka ka ndodhur me neve? Ose çka po dojna me arritur, në veçto s'po më kuptoj, çka po doni me bu? Po doni me ekranin e luftës për spektrin politik, çau hi ekranin e luftës, hajde që 60%, 50%, çka po doni me bu? Hajde ti puna. Formoj ligjin. Mbroj vlerat e luftës, mos i po thirrësh që unë mbroj vlerat e luftës. Unë jam kundër kërkojna. Se ka fol populli, kur fol populli s'ki çka hesht. Populli ka votuar, në rregull, jam kundër. Na jemi demokraci parlamentare, ne duhet me pranuar rezultatin. Po hajde shumë çka i të bu. Ti të vetëm mundësi që ke posti i ke largue kategoritë dole nga lufta i ke larguar nga rritja pakave. Vetëm mundësi që ti e ke pas, edhe që ke pas mundësinë me bue. Edhe çka? Sot ku jemi? Sot Gjevdeti i bën më shumë me shkumë vizitu familjet. E din çfarë gjendje të mjerueshme ekonomike, sociale jetojnë shumë familje, të ushtrisë veteranëve të luftës, të invalidëve, edhe familjeve dëshmorëve. Kjo është e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Po çka të bëjmë? Më them derisa nuk e kemi një ligj i cili kishmi rregulluar këto gjëra, edhe derisa nuk e merr secili përgjegjësinë për domin që ja ka bëu këtyre në kategorive dola nga lufta, edhe ata që kanë rrit numrat, edhe ata komandantë që kanë bëu veteran pa qenë, edhe ata që kanë bëu invalid pa qenë, edhe këtu do më morni pjesë fojtë, do më qenë shumë sinqert të parim mor. Largon e brehek në lista, pastron e breh historinë tonë, se kemi milion brez pas brez historinë fëmijëve tonë që na më vlon. Mos ta lëm historinë tonë të dëmtuar, të plagosur për brezat e ardhshëm. Po ta tregojmë historinë drejt ashtu siç ka qenë. Të gjithë kemi dhënë kontribut, dikush me armë, dikush pa armë, e kemi pru lirinë. Liria nuk vjen. Kështu që ju bëj apel, nëse formohet ky kuvend, ta bin ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës, ta votojnë ligjin, të mbrohen vlerat e luftës me ligj. Vetëm këtë aspekt na kemi shumë me pas sukses. Përndryshe, merr shikoj edhe një minutë po të marko. Shiqoj shoqata dola nga lufta. Llogaritën organizatave qeveritare. Para mendoj të më bëni kërkesë 500 euro për më dhënë komuna. Çdo ditë kanë një veteran i luftës po vdes. Çka? Një buçet lule të kushton sot 20 euro. Vizita, kerr, po s'kan. Si më apo? Domthon qëllimisht na jena këtu dosh me lon për lirinë edhe njerëz që kanë dhënë kontribut me anashkaluar. Secila komunë ka mundësi të paktën 8.000-10.000 euro, unë jam mandatin e dytë kuvend, unë di si funksion. Ka mundësi, ka mekanizma juridike dhe ligjor që ja mundson, por nuk dojnë më dhon. Komuna Lipjanit e parë, që e ki kryetarin e komunës që nuk shkon që 12 vite me vizitu shoqatën e veteranëve të luftës. Po çka ka lidhje kusho aty? Ajo shoqat, nuk është individ. Unë Emri Ahmeti nuk e duaj, po është kryetari jam, se është e ka fituar mandatin, është institucion. Unë respektoj institucionin, jo individin. Domthon, këta jem na, i natët politike, i natët personale, mungesa e pjesë e historisë është i kushtuar kësaj shoqërie. Edhe kjo shoqëri ka dalë për shtratit mo. Ma nuk dihet mo as kush është patriot, as kush është tradhtor, as kush është intelektual, as kush është më fal shpreha ahmakas. U përzi krejt, ma nuk dim kush dush jep çfarë dush opinioni.
del shon media thotë ti je tradhtor, ti je shpion, as nuk e din që e ka ndjoli 3 lufta, që është invalid i luftës. Se asnjë problem se ka pse, s'ki ligj. Derisa nuk e ki ligjin që të mbron kundër shpifjeve, atëherë del çdo kush e ka mundësinë me thonë çka dush. Po. Është e hidhur, por ky është realiteti ju nort. Po. Zë Qeriqi, e përmendi Arsimi pak a shumë edhe këtë çështjen e njerëzve përgjithsisht si janë. Kur ka pasur realisht organizime kohëve të fundit që janë mbajtur në qytetet kryesore, realisht ku ka shqiptar, dhe një zë, po them ashtu, i ngritur, një këmbgulje e qytetarëve për drejtësi. Si e sheti këtë organizim, këto organizime që janë mbajtur? Po, do thotë, ka një pjesë madhe këto organizime, sepse unë edhe vetë kam marrë pjesë në pothuajse në gjitha këto protesta që janë organizuar dhe brenda dhe jashtë vendit, edhe kjo është një dëshmi e fortë para kësaj prokurorie, kësaj gjykate me ju tregu se nuk mund të merr një vendim në emër të popullit Kosovës, ju mund se neve na i keni imponu këtë gjykatë të pa drejtë, por populli i Kosovës është me çlirimtarët edhe del në mbrojtje të tyre, sepse e ka përjetuar luftën edhe din që janë çlirimtarët ata të cilët e kanë luftuar aparatin shtetëror të Serbisë edhe kanë mbrojtur këtë popull civil shqiptar, kështu që kam po një mobilizim edhe në Hagë, edhe në Strasburg, edhe kudo që janë organizu këto protesta, do të ka qenë një diçka veçantë që i ka bashku shqiptarët e gjitha trujeve. Qoftë Maqedonisë, Shqipërisë, Preshevës, Malici, do të kanë qenë të bashkuar edhe kam golës kundër kësaj padrejtësie që po e bëhet ish luftëtarëve të UÇK-s të cilët ballafaqohen padrejtësisht atje. Po, edhe për fund, Arsim, si ke parë të organizime? Kanë qenë masat nevojshme, kur është mungesa institucionale, atëherë populli duhet më çu me ngrit zonin. Ajo është kam pëlqen që ka pas mbështetje edhe nga aktorë ndërkombëtar që kanë qenë pjesë e këtyre protestave, që është për më vlerësu. Unë kisha bëjë një pyetje si ka mundësi që krerët e institucioneve për një parat të LHDB-s nuk më pengon, absolut më sinqerisht, dalin marrin pjesë, e pse në protestë pasore për mbrojtjen e vlerat luftës nuk dalin. Jo, kjo është ja bëj një pyetje publike, nuk jam kundër asaj, mirë që kanë dalë, që është e drejtë çdo njonit, nëse vetë mendimin tim është këtë tjetër, mendimi jam personal. Po nëse një kryeministër del në çështje lloj parade, pse mos më dal në protestë pasore për mbrojtjen e vlerave të luftës? Është në rregull kjo, mund çdo s'po më kuptu. Ti del mbrojë vlerat e luftës, kërkush s'po thet me ndikun gjykim, kërkush s'po thet me anuluar gjykatë, se s'u anulon më krye më, është formu. Po del mbrojë vlerën e luftës. Ka pasur 1 milion argumente krerë të institucioneve tona, presidentja, kryeministri, ministri i jashtme, me dalë me mbrojt kur ju kanë shkel drejtat dhe liritë e njerit më në burg, kur ju kanë bërë padrejtësi, para mendohet që 5 vjet janë para burgosur ata, s'kan asnjë drejt. Edhe nuk del kush nuk e ngrit zonin. Leç nuk e ngrit zonin. Po hala mundohen mi përdhos. Nuk është, ata janë për diçka tjetër atje. Kur të vinë Kosovë, goditni sa të keni mundësi politikisht nëse keni mundësi. Ata janë të mbrojt historinë tonë, janë të mbrojt lirinë tonë, janë të mbrojt pavarësinë tonë. Se edhe pavarësia jonë lidhet kësh me çat proces atje. E dikush është ka qëllime që më thonë nesër as pavarësi këta s'kan se çfarë ka ndodhur. Është shumë e rëndë kjo. Kjo sinqerisht po them është shumë e rëndë. Po. Dhe Arsim, edhe do t'ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe diskutuam pak më një aspekt tjetër për këtë çështjen e speciales dhe sot vetë kur bën 27 vjet nga masakra e Reçakut. Ju falenderoj shumë dyve. Faleminderit për juve dhe po besoj që hera tjera sepse jemi në përfundim të këtij procesi, po besoj që në përmbylljen e tij do të na lirohen krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, së gjithë ata luftëtarë do të kthehen në familjes së Kosovës, edhe po besoj që do të jemi të bashkuar edhe në rrugtimin tonë do të thotë përpara. Sot është masakra e Reçakut, një masakër që ka bërë ndryshimin historik, sot është edhe dita kur ka rënë dëshmor heroi kombëtar Ismail Altini, që lavdi për ta, edhe sot ju bëj ftesë gjithë qytetarëve që të vëdësohen me të bimë për tokë, ta shohim realitetin, ta mbrojmë historinë tonë të lavdëshme dhe shpresojmë që në fund shkurtit të jetë një proces i drejtë në aspektin juridik dhe krerët tonë të lirohen të kthehen fillimisht te familjet e tyre e më pas në jetën e tyre të lirë. Faleminderit që më jap mundësinë dhe kohën, atë sa kemi mundësi më shpreh dhe me dhënë atfar dhimbtën tonë për çka jemi kanë ndjem. Po, dhe kush më mirë se ju dy, se edhe bashkëtarët tuaj mund ta sqaroj këtë
edhe të tregoj qytetarëve edhe ata shikuesve tonë, cilët e ndjekin, disa kanë përjetuar, disa jo luftën, më mirë se sa jo. Faleminderit shumë që ishte. Faleminderit, ishte kënaqësi. Dhe të dashur shikues,